Tjetër prej mëkateve të mëdha është, ka thënë autori rahimahullah, shahadatu zur, do më thënë dëshmia e rrejshme, dëshmia falso. Do thot, padyshim prej mëkateve të mëdha është gënjeshtra, me të gjitha format e saj. Mirpo, më e keqja prej gënjeshtrave është kur dëshmohet për një hak, do më thënë, në mënyrë të rrejshme. Edhe ka thënë Allahu për besimtarët, walladhina la yashhaduna az-zur, do të thënë ata që nuk dëshmojnë rrejshëm ose nuk marrin pjesë në gënjeshtër. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni t'ju tregoj, do thotë, për mëkatet më të mëdha, dhe ka thënë shirku, sjellja e keqe me prindrit, pastaj ka qenë i mbështetur ose shtrir, edhe është ngritur, edhe ka thënë ala wa shahadatu zur, ala wa qawlu zur, do të thënë e ka përsëritur shumë herë, saqë sahabët kanë thënë mjafton, do të thënë sikur të kishte heshtur. Do thotë ka thënë se dëshmia e rrejshme është prej mëkateve më të mëdha, e ka përsëritur shumë herë. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, fajtanibu ar-rijsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. Do të thënë largohuni prej fllitësirës së idhujve, prej të adhuruarve të tjerë përveç Allahut, dhe largohuni prej fjalëve të rrejshme ose prej dëshmisë së rrejshme. Do thotë edhe këtu, ka thënë Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, do të thënë e ka barazuar Allahu dëshminë e rrejshme me shirkun, sepse dëshmia e rrejshme sjell në dëme të rënda dhe në shkatrim të madh. Pra ka thënë largohuni prej papastërtisë ose fllitësisë së idhujve dhe largohuni prej fjalëve të rrejshme ose dëshmisë së rrejshme.